qasje për të ble kohë, për të kriju një ide që po ndodh diçka, për të kriju një ide që ka dialog, por në fakt nuk ka dialog të mërfill. Po për tek kësaj që ta kuptoj qytetari, nëse zoti Kurti ka qenë interesuar që me PDK të ketë zgjidhje të kësaj temës, para se të krijohet qeveria, do duhet me fol. Ne kemi pritë që të ketë një ide të ndonjë marrëveshje politike, se është ditë që presidenti është në avolinë. Dhe faktit që në atë kohë nuk ka tregu vullnet për marrëveshje politike, qoftë me PDK, qoftë me subjekte tjera politike, po ka pas një radhë të hapave që ka thënë fillimisht duhet të votohet qeveria, mandej buxheti, mandej marrëveshje ndërkombëtare, mandej diskutojmë për temën e presidentit, dhe për temën e presidentit është diskutuar në 2 javë të fundit nga 2 takime, në 2 ditë të fundit ka dalë një emër prej VV-s, në 2 orë të fundit e kemi pas seancën, e tëra kjo tregon që zoti Kurti nuk po don as me drejtu vendin që i takon me mandat kushtetues, as nuk po dëshiron me qeverisë, po do me ble kohë, dhe unë mendoj që qytetari i Kosovës duhet ta ditë që ne si Partia Demokratike e Kosovës nuk kemi për zgjedhje, nuk dojmë të çu vendin në zgjedhje, se janë lodhur njerëz, vjetë kanë pas 2 palë zgjedhje, s'dojmë përsëri me shku në zgjedhje, por e tëra mvaret prej zotit Kurti. Me thonë shkurt edhe shqip, zoti Kurti po dëshiron që na